Thuaj jo ilaçeve të gjumit. Ky është çaj që do ju bëj të flini si qingj. Ëndrat e këqija, përgjumja gjatë ditës, dhimbja e kokës, mungesa e oreksit, lodhja, tharja e gojës, urthi janë vetëm disa nga shenjat e pakëndshme të marrjes së pilulave të gjumit. Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz që kanë probleme me pagjumsinë zgjedhin stimulantët natyral të gjumit. Për fat të mirë, ka shumë alternativa që ndihmojnë për një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm, dhe një prej tyre është receta e këtij çaji, që do ju prezantojmë në këtë video. Vendosni ujin të ziejë në nxehtësi mesatare, ndërsa prisni që uji të marrë val, lani bananen me kujdes. Prisni skajet e bananes duke mos i hequr lëkurën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kur uji të ketë marrë val, shtoni bananen, e lini të ziejë për 10 minuta, hiqeni nga nxehtësia, hiqeni me kujdes bananen më pas, hidheni çajin në një enë të pastër, shtoni pak kanellë dhe e kulloni, e lini çajin të ftohet dhe mbani atë në frigorifer dhe e konsumoni çdo mbrëmje. Është e rëndësishme që të ndryshoni rutinën tuaj të gjumit dhe gjithashtu të konsumoni produktet e duhura përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo gjë do ju ndihmojë në një zgjidhje më të mirë dhe afatgjatë të problemeve që mund të sjellë edhe pagjumësia në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pagjumësia është një problem i cili duhet të mbahet nën kontroll dhe të trajtohet si duhet. Prandaj, përveç trajtimeve të shëndetit, duhet të ndryshoni edhe menunët tuaj ushqyese. Në këtë video, sipas healthy side, do të rendisim ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja të rregullta, që do të luajë një rol pozitiv në rastin e pagjumësisë. Shtoni në dietën tuaj qumshtin e ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjesinë e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte, dhe kjo është elbësore pasi mund të nxjisë cilësinë tuaj të gjumit dhe prodhohet më shumë në këto kushte, e cila mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për persona të cilët do vuajnë nga pagjumësia kronike. Një tjetër produkt shumë i favorshëm në dietën tuaj për një gjumë cilësore është edhe çaji i mentes. Çaji i mentes mund të lehtësojë dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tyre anti-inflamatore. Mentet duke se zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupin të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm, ky çaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer e dietës suaj. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar vazhdimisht në dietën tuaj, sidomos në rastin kur vuani nga pagjumësia, është edhe përfshirja e lëngut të qershive. Lëngu i qershive si qumshti përmban triptofan, prandaj ai mund të prodhojë hormonin melatonin, duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më të rëndësishme efektive për të mbajtur larg këto shqetësime, duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i arrës së kokosit i shtuar në dietën tuaj gjithashtu mund të jetë një alternativë e çmuar. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë në dietën tuaj gjumin cilësor. Përveç kësaj, ato zvogëlojnë presionin e gjakut dhe entin në veshka, falsasive të mëdha të elektroliteve natyrore, duke ndihmuar trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet më mirë. Bananet, gjithashtu të konsumuara vazhdimisht në dietën tuaj, mund të luajnë një rol pozitiv kundër pagjumësisë. Bananet përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte të mira qetësuese dhe në mënyrë të tillë zvogëlon edhe stresin tuaj fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve mbush stomakun dhe çon edhe në ndjenja më të mira të ngopjes, por edhe dëshirë për të fjetur më mirë. Çaji i jeshil është një tjetër alternativë shumë e kënaqshme për të ushtuar në dietën tuaj.
I pasur me antioksidant, çaji i jeshil është një mundësi shumë e mirë, sidoqoftë kur bëhet fjala për gjumin, ai me dekafeinë është alternativa më e mirë e dietës suaj. Ky çaj rekomandohet se relakson dhe largon stresin duke ju ndihmuar të jeni më të qetë gjatë natës dhe të ndihmoni organizmin tuaj kundër këtyre situatave. Qumshti i bajames. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë dhe komod. E pasur kryesisht me magnez, qumshti i bajames ka provuar të jetë një alternativë e shkëlqyer kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu të ndihmojë në rregullimin e cilësisë suaj të gjumit. Ky hormon është thelbësor edhe për rregullimin e melatoninës, i cili mund të rregullojë oraret tuaja të gjumit. Çaji i kamomilit është një alternativë tjetër shumë e rëndësishme ushqyese në rast se vuani nga pagjumësia. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse për trupin dhe zakonisht rekomandohet edhe për dhimbje të ndryshme që i kanosen atij, pasi mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e rezultateve të duhura të gjumit. Studimet konfirmojnë se kamomili është një zgjidhje lehtësuese kundër problemeve të pagjumësisë dhe problemeve që ndikojnë tek ajo. Një shqetësim i zakonshëm që prek shumë njerëz është pagjumësia. Nëse ju vuani nga ky problem, në fakt ka ushqime të caktuara të cilat mund të ndihmojnë ndjeshëm në reduktimin e këtyre komplikacioneve dhe të nxisin gjithashtu një gjumë më të mirë dhe komod gjatë natës. Këto janë ushqimet më të mira në dietën tuaj, të cilat do t'japin rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e organizmit. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe salmonin. Salmoni është një prej ushqimeve më yndyrore, veçanërisht i pasur me acide yndyrore omega 3 dhe vitaminën D. Një kombinim ky është shumë i dobishëm për të trajtuar problemet e pagjumësisë, pasi ndihmon edhe në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se do të nxjisë cilësinë tuaj të gjumit. Bajamet dhe arrat gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në rastin e pagjumësisë. Bajamet janë të pasura me melatonin, janë të pasur me magnez, gjithashtu edhe me kalcium, minerale këto që relaksojnë kështu muskujt tuaj. Arrat kanë në veti të ngjashme dhe përmbajnë triptofan, aminoacide që shkaktojnë gjumin. Arrat janë të pasura me acide yndyrore të cilat rrisin edhe më shumë nivelin e serotoninës në trupin tuaj. Çajrat bimor janë një mundësi shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonoideve apigenin. Nga njëra anë, flavonoidet zvogëlojnë inflamacionin, që shkaktojnë gjithashtu gjumin, edhe nga ana tjetër, apigenin është një antioksidant që promovon cilësinë tuaj të gjumit. Lule pasioni njihet gjithashtu për efektet e saj pozitive që ka tek pagjumësia dhe problemet të ankthit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për cilësinë tuaj të gjumit që mund të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj është edhe kivi. Një studim tregoi se kivi ndihmon të flini më mirë dhe të bini në gjumë më shpejt. Besohet se kivi ul nivelet e pagjumësisë, përmirëson serotoninën dhe është një arsye kryesore pse është kaq e dobishme kundër problemeve të pagjumësisë, citon Healthline. Orizi i bardhë gjithashtu mund të jetë një alternativë për cilësinë tuaj të gjumit. Për shkak të niveleve të larta të glicemisë, orizi përmirëson cilësinë tuaj të gjumit. Një studim tregoi se fëmijët në 2 vjeç, të cilët kishin konsumuar edhe produkte të tilla, patën një cilësi më të mirë të gjumit në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Qershit dhe lëngu i vishnjave në dietën tuaj mund të jetë një aleat i çmuar në rastin e pagjumësisë. Qershit janë të pasura me fibra, antioksidant, vitamina dhe minerale. Falë këtyre vetive, ato luftojnë pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe gjithashtu sigurojnë një përmirësim të niveleve të melatoninës në trupin tuaj. Bollguri. Bollguri është një tjetër produkt alternativ shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj. Tërshëra përmban triptofan, gjithashtu është e pasur me vitaminën B3, e cila njihet për ndihmën që ofron për melatoninën. Kjo vitaminë është shumë e rëndësishme në mburojtjen kundër kolesterolit dhe gjithashtu antioksidantëve të saj ushqyes. Është e rëndësishme që ti konsumoni si duhet ushqimet e duhura,
për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod gjatë natës, citon Elthisaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.